Oman, shteti që nuk ka varfëri. Kush prej jush e ka dëgjuar shtetin Oman? Nuk bën pjesë në Emiratet Arabe, por është një shtet që flitet shumë pak. Bile për shqiptarët është i lakmuar, por vetëm pak e din. Bile aty edhe turizmi kohët e fundit nga shqiptarët është shtuar, veç se nuk bëhet shumë publik. Edhe unë doja që t'ju informoja, pikërisht sepse shumë prej jush ndoshta kanë dëshirë që të shkojnë ndoshta për turizëm, por edhe për punë. Dua t'ju njoftoj që Oman është i vetmi vend në botë ku nuk ka varfëri. Dhe e dini pse? E thjesht, sepse shteti ndihmon këdo. Shteti ndihmon njerëzit dhe nuk të lë pa punë, absolutisht. Për shembull, ka patur raste që kam lexuar për këtë, disa që kanë qenë aty thjesht si turist kanë qëndruar që të gjenin duke gjetur një punë dhe duke qëndruar për një kohë. Por pastaj kanë patur një moment, për shembull 2-3 ditë, një javë, që po kërkonin, me një fjalë të gjeni një punë tjetër ose një angazhim tjetër, dhe vetë shteti ka shkuar që u ka trokitur dhe u ka thënë ne të gjejmë diçka. Pra shteti jo vetëm për këtë, por edhe ndihmon me të ardhua financiare. Ndihmon duke, për shembull, nuk paguan taksa, nuk paguan probleme me një fjalë me shtetin të tjera në qoftë se ke probleme me shtetin, pra të lë të lirë derisa ti të organizosh jetën tënde. Thash, është i vetmi vend që në botë që ka një rregull në popullatën e vet. Dhe merrini me mend, ka një popullat jo më shumë se 6 milion banor, e megjithatë është tepër i organizuar. Në të dini që është një nga vendet më të lakmuara edhe për vetë vendet arabe, sepse Oman është vendi më i pasur. Mund të quhet vendi më i pasur, ndonse disa mendojnë që janë Emiratet Arabe, ose Kuwaiti, ose Irani e tjerë. Gabojeni sepse Oman, fjalë shteti Oman, është vendi më i pasur në botë. Të themi të vërtetën, nëse ta marrim për metra katror dhe nga popullata, pra nga madhësia që ka. 6 milion banor nuk janë asgjë, merrem mend 2 herë Shqipëria, por është super luksoz çdo gjë. Dhe nëse do ta krahasojmë me Shqipërinë për shembull, merreni me mend që në Oman paga minimale është rreth 500-600 edhe 700 euro, por minimalja po flas, derisa arrin 1200-1400 euro. Po flasim për njerëzit që punojnë, njerëz të thjeshtë. Merrem mend nëse Shqipëri, Kosovë, Maqedoni do të ishte një pagë e tillë. Pra, nëse do të fillonte nga 700 deri në 1400 euro, do të ishte shumë mirë. Dhe të dini edhe diçka tjetër. Mos mendoni se Shqipëria është e varfër. Shqipëria ka 7 mineralet, për më tepër ka detin, ka tokat, me fushat, ka edhe malet, bile ka edhe disa kompani të mëdha që prodhojnë në vend. Pra është një nga vendet më të lulëzuara, si mund të quhet, të pjesës që fillon nga pjesa e Ballkanit të sipër. E megjithatë, Shqipëria ka ende probleme për sa i përket ekonomisë së disa familjeve. Dhe nëse do ta krahasoj me Omanin, siç ju thash, Omani është nga ato vende që nuk flitet shumë, por që ka një organizim perfekt të popullatës së vet. Bile do t'ju them, në Oman nuk është qeveri si për shembull politike si në vendet e tjera, por ka një sultan. Dhe sultani është që ka vite që ka gjithmonë sultan, mos gaboj prej 500 ca viteve, dhe sultani nuk është si puna e sultanit që mendojmë ne, që bën çdo gjë, ka haremin e vet dhe vret këtë doj dhe bëzi doj. Absolutisht jo. Ai bën çdo gjë me kërkesat e popullit. Bën një listë, pra në Oman ndodh kjo, bën një listë të popullit me kërkesat e tyre. Kryesisht duke filluar çfarë janë kërkesat kryesore, pothuajse këtë bëjnë çdo vit. Bën një listë të kërkesave, kush janë kërkesat, çfarë mungon nga populli, që është shumë rrallë që ata dalin publikisht, vetë populli, por kur dalin publikisht, nëse do të ketë edhe një grev të vetëm, një grev të vetme, sultani ngrihet vetë dhe shkon atje dhe thotë çfarë keni nevojë për këtë dhe ai e bën. Disa nga ju do thonë, po mirë më, sepse ata janë të pasur, s'ka lidhje fare. Nuk ka asnjë lidhje. Sepse për shembull, të gjithë njerëzit kooperojnë, punojnë dhe prodhojnë. Duhet të dini që Omani është vendi i parë në botë që bën incencio. Nuk e di si quhet në shqip, por është ajo që përdoret që del nga pemët, është një lloj kështu erze
që del nga pemët dhe përdoret zakonisht nëpër kisha, nëpër xhamia apo edhe për aromë. Është një lloj dylli që del nga pemët dhe është kryesisht janë prodhuesit më të mëdhenj në botë, në Oman dhe pastaj fillon Jemeni, Sudani e tjerë. Por është pikërisht Omani që është vendi i parë. Bile duhet të dini që edhe cepi, ku është cepi i ngushticës së Hormuzit, Chelsea e ka shteti Oman. Shumë pak e dim, por nuk e ka në Emiratet Arabe. Nëse keni vënë re atë cepin aty ku kalojnë të gjitha anjet, është pjesë e Omanit, pra është qyteti i Omanit në cep. Mirë po, askush nuk flet për Omanin. E dini pse? Sepse Omani furnizon rreth 70% të ardhurave financiare ose të mirë të prodhimit të tyre të pasurive, furnizon Amerikën. 70%. Dhe duke filluar dhe që nga nafta është pjesa kryesore, pra nën tokën e Omanit, por njëkohësisht edhe e gazit. Edhe gaz ka shumë. Dhe duhet të dini që gazi sepse çdo gjë është varet nga cilësia e naftës, cilësia e gazit dhe dua të shtoj diçka. Gazi dhe nafta që është në Oman është nga më cilësorit në botë. Dhe përveç kësaj janë njerëz punëtor, siç ju thash. Para disa viteve, mos gabojnë vitet 1970, 71, ky i madhi i Omanit, pra Pashai, si mund të quhet, bëj shaka tani, bëri diçka. Ai nuk dëshironte që të futeshin këta të huajt në vendin e tyre. Pra, donte që të krijonte një ligj që mos të futeshin të huajt, me fjalë shtetas të huaj të tjerë, dhe mos të martoheshin me vajzat, sepse kryesisht martoheshin me vajzat. Kishte edhe disa që martoheshin me djem, disa gra të huaja, por djemt që mos martoheshin me vajzat e tyre. Dhe çfarë bën? Ishte një periudhë që pothuajse vajzat kur shikonin të huaj, fshiheshin, sepse kishin jo urdhër, por nuk dëshironin me fjalë që të paragjykoheshin dhe të martoheshin me të huaj. E dini pse? Pikërisht pra, sepse nëse ata do martoheshin me këto vajza, do të merrin një pjesë të pasurisë së tyre që do ta çonin jashtë, sepse nëse martohet njëri, një pjesë të pasurisë padyshim do shkojë diku që të investojnë tek vendi i burrit, shtëpia e burrit, apo ose të gruas nëse do të kuptoj. Dhe ai donte që të bënte pikërisht pra këtë ligj. Mirë po, u ngrit populli në këmbë dhe nuk arriti që ta bënte, sepse ai si gjithmonë pyeti popullin, ju si dëshironi ta bëjmë apo jo. Megjithatë, në fund fundit nuk dëshironin edhe vetë populli dhe me kalimin e kohës morën disa gra apo burra të vendasve por më vonë pastaj dëshiruan, me fjalë kërkonin që të bënin atë ligjin që mos të merrnin pasaportën. Megjithatë, Omani, siç ju thash, ndosë është një vend i vogël me një sipërfaqe të madhe, sepse në bazë të numrit të popullatës ka një sipërfaqe të madhe ku pjesa dërmuese është shkretëtir, pra që nuk mund të jetosh, por me aq sa aty ku mund të jetohet, prodhimtaria është pothuajse 12 herë më e madhe se sa popullsia. Çdo të thotë kjo, do të thotë që populli punon. Anasjelltas, nëse do të bëjmë për shembull një test në Shqipëri, në tërë shqiptare, sa prodhon populli shqiptar pra për vendin, në krahasim është anasjelltas. 70% vjen nga jashtë dhe 30% prodhohet në vend. Për shembull, zakonisht prodhohen domate, perime edhe gjëra të tjera. Edhe këto me mungesa në Shqipëri po flas. Dhe pjesa dërmuese vjen nga jashtë. Mirë po, kjo dëmton ekonominë, nuk dëmton vetëm ekonominë shtetërore, por edhe atë personale. Sepse nëse do të vi prodhimi nga jashtë, sot për shembull ti ke taksa, ke disa edhe nuk pagojnë taksa, por prodhimtaria e ardhur nga jashtë, pra eksporti, e dëmton ekonominë. Për shembull, nëse keni vënë re, paraja në Shqipëri, pra leku, është rritur shumë, vlera e lekut. E dini pse? Pikërisht sepse vinë të huajt dhe blejnë lekun. Kur vinë, sepse janë të detyruar që të blejnë lekun të jetojnë. Për shembull, vinë si turista dhe janë të detyruar të blejnë para. Pra lekun shqiptar, që të paguajnë kur janë aty. Me fjalë mos paguajnë me euro. Dhe duke bërë këtë lëvizje, ekonomia e shtetit është rritur. 1 miliard e ca, 2 miliard. Tani dikush nga do thotë,
si ka mundësi, ose ndonjëri do thotë për shembull, mos e së shumë. Sidoqoftë ekonomia rritet. Pra e njëjta gjë ndodh edhe në Oman. Mirë po, Omani, shteti Oman, ka menduar gjithmonë për popullin, sepse parat, për shembull ata që i kanë, qoftë ky sultani apo kushdo qoftë, edhe ata të tjerë që janë përreth tij, kanë aq sa u nevojitet. Dhe bëjnë jetën luksoze aq sa jo sepse janë të babzitur që të hanë pafund. Kështu që lënë edhe populli që të hajë. Po në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Mallzi, bëjnë të njëjtën gjë këta politikanët apo oligarkët. Megjithatë, unë pres komentuar çfarë mendimi keni për këtë dhe kush prej jush ka qenë në Oman dhe çfarë mendimi keni. Kisha një listë gjatë, por edhe sepse kam lexuar paradite një pjesë prej këtyre informacione, disa ide dhe doja që t'ja u tregoja, por një pjesë, një pak prej tyre dhe i harrova, sepse nuk vendosa pika. Padyshim kam harruar një pjesë dhe do dëshiroj në një komentin tuaj çfarë ka më shumë ose çfarë njihni ju më shumë për shtetin Oman. Në qoftë se keni qenë atje dhe kujt për jush i pëlqen. Ndani këto informacione dhe kalofshi bukur.